Kontroll në qelinë e burgosurit në Burel që tentoi të ratisej postimin Instagram që i prishi punë. Drejtoria e Burgjeve ka urdhëruar kontroll urgjent në qelinë e burgosurit Fatmir Pietri në Burel, i cili është i njohur si pjesë e bandës së babagjyshve. Bëhet me dije se shkak është bërë publikimi në profilin e Instagramit të tij të një audio regjistrimi ku akuzon drejtorinë e Burgjeve se nuk e ka lejuar që të botojë një roman që ka shkruar pasi përmban akte dhune. Por kontrolli do të ushtrohet për të zbuluar se si është bërë ky regjistrim dhe si është postuar në Instagram. Në vitin 2025, Pietri ka tentuar të ratisej ndërsa ndodhej në Burgun 313. Ai së bashku me Arbër Çekaj kishin thurur planin për t'u larguar me një çarçaf nga izolimi. Në dosjen e siguruar tregohet se si Fatmir Pietri ka goditur me hekur në Ko Gardianin dhe punonjësin tjetër të Burgut. Rreth orës 14:20 ai është njoftuar nga përgjegjësi specialisti i trupës Gëzim Ramushi se i paraburgosuri Lulzim Çepele kishte prerë damarët e dorës së djathtë. Për këtë shkak ai është dërguar në infermieri për ndihmë mjekësore dhe më pas ai vetë ka shkuar atje dhe ka folur me ndihmës mjeken që rekomandoi se Lulzim Çepele ka nevojë për qepje të plagës, gjë që duhej bërë në spital. Për këtë ai ka njoftuar sallën operative të drejtorisë përgjithshme, drejtorin e institucionit dhe shefin e policisë për të bërë shoqërimin e Lulzim Çepeles për në spitalin e traumës. Njëkohësisht ai ka njoftuar shoferin e ambulancës për të ardhur në IEVP për të marrë të dëmtuarin. Gjatë kohës që ai ishte duke pritur ardhjen e personelit, rreth orës 14:55, ka parë se tek muri godinës sa në faqen veriore nga teraca e Rimit ishte një person duke u kacavjerur me litar. Menjëherë ai ka bërë njoftimin dhe bashkë me një punonjës tjetër ka dalë në obor menjëherë ku ka konstatuar se i paraburgosuri Fatmir Pietri ishte në gjysmë lartësi duke zbritur me litar për të shkuar tek shkallët e hyrjes së administratës. Menjëherë ai është ngjitur vetë i pari për të ndaluar atë dhe kur ka qenë përballë me të, ka parë se ai kishte në dorë një hekur në formë të harkuar. Ai ka dalë para tek shesh pushimi i shkallëve të administratës dhe në këtë moment Fatmir Pietri ka goditur me hekur duke dëmtuar në anën e majtë të kokës. Pasi e goditi, Fatmiri u hodh nga shesh pushimi i shkallëve. Ka goditur me të njëjtin hekur edhe punojësin e ruajtjes së postës. Ai ka zbritur dhe i ka shkuar menjëherë nga mbrapa dhe bashkë me punojësin e postës, hekurancinë e kanë neutralizuar Fatmir Pietrin. Në këtë moment ai ka vënë se si i paraburgosuri Arbër Çekaj ishte duke zbritur me të njëjtin litar dhe pasi zbriti ju drejtua me vrap portës kryesore. Ai ka dalë para punojësve të sigurisë Gëzim Nikoqi dhe Gëzim Ramushi, të cilët e kanë neutralizuar dhe prangosur. Më pas të dy personat që tentuan aratisjen janë dërguar tek skaneri kur u bë një kontroll fizik i tyre ku nuk u gjetën me vete sende të ndaluara nga shoqërimi i tyre në dhomat e xhveshjes. Më pas ai ka njoftuar edhe drejtorin e institucionit dhe shefin e policisë për këtë tentativë aratisje.